Presidenti serb Tomislav Nikolić dhe ai rus Vladimir Putin kanë të njëjtin mendim se Kombet e Bashkuara duhet të kenë rolin kryesor për gjetjen e një zgjidhjeje për Kosovën. Gjatë një takimi në Soçi, dy presidentët theksuan se zgjidhja duhet të mbështetet në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. Serbia po përballet me heqjen e mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës, tha Nikolić në një konferencë pas takimit me Putin. Beogradi nisi bisedimet me Prishtinën për të siguruar një jetë më të mirë për qytetarët, por ai s'mund të marrë pjesë në bisedime që forcojnë pavarësinë e Kosovës. Nikolić tha se Serbia nuk mund të lejojë ndryshim të situatës në Kosovë forcërisht, si në vitin 1999. Nuk do të bëjmë asgjë forcërisht, por do të bëjmë gjithçka brenda Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Serbia i është mirënjohëse Rusisë dhe anëtarëve të tjerë të Këshillit që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, deklaroi Nikolić. Ndërsa presidenti rus Putin theksoi se Rusia është e angazhuar që të luajë rolin primar në OKB dhe që zgjidhjet të vinë nga bisedimet bazuar në rezolutën 1244. Dy presidentët diskutuan edhe për marrëdhëniet ekonomike mes dy vendeve, ku kompanitë ruse janë gati të veprojnë si partner në modernizimin e sektorit serb të energjisë.